Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu Jalla wa ala i takojnë të gjitha falënderimet, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lëvdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas një pushimi për shkak të Kurban Bayramit, vazhdojmë përsëri me ligjëratat tona pas namazit të sabahut në orarin e rregullt, do të thotë sikur që ka qenë edhe më herët, të martëve dhe të enjtëve. Në studimin e takimin e radhës dhe para se të ndërprejmë këto ligjërata, kemi qenë duke folur javë për javë çdo ligjërat për edukatën e besimtarit. Dhe kjo edukatë nënkupton tëra që duhet ta din besimtari se si të sillet, si të merr qëndrim, si të flet, e kështu me radhë në ato situata që ne i kemi përmendur. Kemi folur për edukatën, do të thotë, e besimtarit në raste të ndryshme. Por sot nuk do të flas për ndonjë edukatë të caktuar, sikur që kemi folur deri më tani, por dua që ta përmend një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili konsiderohet një bazë e rëndësishme në këtë temë që ne po flasim për të. Atë hadith, këshill, porosi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këshilla e cila e tëra është në drejtim të këtyre temave që ne po flasim për to. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij, thotë: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Këto në këtë hadith i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, nga islami i mirë ose shenjë e islamit të mirë të një njeriu është të braktisë atë që nuk i përket. Njerëzit sot jetën e përditshme vrejmë se është një dukuri e përhapur gati që ka prekur të gjithë njerëzit, se më tepër njerëzit mirën me atë që nuk i përket se me atë që u përket. Edhe kjo në çdo aspekt. Dhe kjo padyshim është një mungesë e edukatës, mungesë e një formimi të duhur fetar islam, sipas asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky problem nuk është i kufizuar në një dimension të caktuar, për shembull vetëm të folur, por është e tërëqenia e njeriu e përfshirë në atë që nuk i përket. Në qoftë se flet, zakonisht flet atë që nuk i takon dhe nuk i përket. Në qoftë se shikon, zakonisht shikon atje ku si përket me shiku. Në qoftë se dëgjon, zakonisht dëgjon dhe e ngarkon veshin me atë që nuk i takon dhe nuk i përket. Në qoftë se e shfrytëzon kohën, atë shfrytëzimi i saj është më tepër në atë që nuk i përket se në atë që i përket e kështu me radhë. Andaj ky hadith është hadith madhështor që na edukon i dërguari sallallahu alaihi wasallam se me çka ne duhet të miremi brenda 24 orëve. Sot njerëzit kanë problem që ta organizojnë ditën e tyre, si ta organizojnë kohën, nga se koha është e njëjtë si për neve, si për të gjithë njerëzit në botë dhe si për të gjithë njerëzit e të gjitha kohrave. Dhe ne gjejmë se njerëzit kanë arrit që brenda jetës së tyre të shkurtër të arrijnë shumë gjëra të bëjnë, të arrijnë shumë suksese. Ka dietarë që kanë arrit brenda jetës së tyre të shkruajnë shumë libra, e të cilat ne nuk kemi kohë as ndoshta 10% e tyre me lexu. Pse? Për shkak se pjesa mbetur e kohës shkon atje ku nuk na përket neve. Ka njerëz që kanë bërë dhikr Allah xhallahu ala, ndoshta me numër nuk mund të përkufizohet sa e kanë përmend Zotin xhallahu ala. Nëse ne nuk mundemi as 10% e kësaj të arrijmë. Pse? Për shkak se gjuha jonë është angazhuar në atë që nuk i përket flet. E kështu me radhë nga gjëra që na pengojnë njëtë në kësaj bote të arrijmë atë që është e nevojshme. Prandaj, ky hadith i përmend disa gjëra që ne duhet t'i kushtojmë rëndësi. E para, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, për islamit të mirë të njeriu. Çka nuk kupton kjo? Se ne duhet gjithmonë ta përmirësojmë islamin ton, jo islamin teorik që e ka zbritur Allahu në Kur'an sunet, ky s'përmirësohet, qase ky është i mirë dhe i bukur. Atë që ka zbritur Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë me shtun të kurrë me hik. Ajo është komplete. Mi po islamin ton praktik që ne praktikojmë, ne duhet gjithmonë ta përmirësojmë. Pse? Pse gjithmonë ka çka të përmirësohet.
E kur shpresohet se një njeri është duke e përmirësuar Islamin e tij, atëherë kur mirët me atë që i përket dhe i takon. Si të sheh një njeri që po mirët me atë që nuk i takon, po flet atë që s'është punë e tina, po ndëgjon atë që nuk është punë e tina, po shikon atje ku nuk është punë e tina, atëherë dije se ky njeri ka defekte serioze me Islamin e tij. Një nga dietarët e njohur Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah thotë, unë që 20 vite jam duke përmirësuar Islamin tim. Njëri ka nevojë gjithë me përmirësu këtë Islam, kuptimin e Islamit, praktikimin e Islamit, gjitha këtu kena nevojë vazhdimisht të përmirësojmë. Dhe rruga e vetme dhe kryesore që na garanton një përmirësim të këtij është në qoftë se miremi me atë që na përket. Por në qoftë se mirë me atë që nuk na përket, atëherë padyshim se edhe e dëmtojmë Islamin ton, por edhe vonohemi në përmirësimin e asaj që kërkohet nga ne të përmirësohemi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, krahas asaj që ka përmend se Islami çdo kujt duhet të përmirësohet, e ka përmend një gjë duke thënë terkuhu ma la ya'ni, të braktis atë që nuk i përket. Pse nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Islami i mirë i njeriu është të bën atë që i përket, të sjell fjalinë në formën pohore, por e ka sjell në formën mohore. Nuk ka thënë për shembull nga Islami i mirë i njeriu është ta bën atë që i përket, por ka thënë ta braktis atë që nuk i përket. Shiko, këtu ka disa urtësime interesante. E para është se njerëzit më shumë mirën me atë që nuk i përket se me atë që i përket. Andaj ka godit pikërisht ku është problemi. Nëse njerëzit në atë që mirën mendojnë se u përket, mendojnë se punë e tyne. Andaj ardhja e ditët braktis se atë që nuk të përket është një thirrje për vetëdijsim dhe për vetë llogaritje. A thua vallë, mos jo më çto. Apo mirë non ma që po përket apo s'po përket. Ku jam unë? Dhe ardhja e ditët në këtë formë të braktis atë që nuk i përket është një thirrje për vetëdijsim që çdo kush për neve të rishikon gjendjen e tij. Fjalët e tij, kohën si po shfrytëzon, të dëgjuarit e tij, të nderit e tij, gjithçka që ka bëjnë, të sin ai e bën në përditshmërinë e tij duhet ta kontrollon. A është kjo që më përket mua apo nuk përket mua? Për shkak se njerëzit janë më të hutuar dhe më tepër gabojnë në marrën me atë që nuk i përket, se në atë që i përket, ka hadithin në mënyrë mohore. Dhe kjo është një urësi e madhe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E para dhe e dyta, pse ka thonë braktis se atë që nuk të përket. S'është punë e jote atë. Pse ka thonë kështu? E s'ka një pohore, bëra atë që të përket. Për shkak se gjithashtu udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mësimet e tij janë për të na lehtësuar. Andaj ma let është me e lonë diqka se më marrë me diqka. Apo, ma mirë është me e lonë diqka, ma let është. Apo, a është me e let vepra, apo braktisja veprës? Ma let është braktisja, veç më zba kur gjë. Qika që të kërkumë të je? Që të lirohesh pastaj për të bërat që duhet. Për të na lehtësuar neve rrugën e përmirësimit të islamit tonë, ka thonë, s'ka ma letë. Se me të bëne këto, një vargë regulash mund ngarkosh me to. Ka në veç praktisa që nuk të përket, regullot Islami me të vetë. Se ti me diqka duhet me marë, ti diqka duhet me volë, ti diqka duhet me ndëgju, dikun duhet me shiku, kuën duhet me shritu të qysh. Atëherë, a dhe me ta lehtësu tërë këtë, veç më së mërë ma që nuk të përket. Pastaj shublet e ki, më marë ma që të përket. Djetarët e Islam kër e kam përmendur se e kur njeri mirët me atë që nuk i përket ose me një fjallë tjetër, qëka duhet me bune, qësh me kuptuone njëtën tem se unë po mirëm me atë që po më përket, është punë e jamja kjo. Kur e dile këtë? Se ka shumë të ashtë, që më përket mua, që ka se përket mua duhet gatë me folë. A ka një regull që e regullan këtë problem? Po, shumë thjeshtë. Djetarët kanë thënë se njeriu i përket që të mirët me tër atë që i bën dobi në këtë botë apo në botën tjetër. Qyre kjo fjallë, qyre kjo kurreshtje jotja, kjo interesimi joti, a të bën dobi që?
Jo, Allah veç po kam qef me ditë. Le e kretë Allah, po ki qef me ditë. Kur reshti e sapi, sa njët interesohen për gjërat personat e dikujt. A thu sa ka rrugën filoni. A merë sevap nëse din? Jo s'ka sevap, Allah. A djenë në i pare ty, në këtë dunja, në qofë se din, jo s'në vjen. Mësë merë, Allah. Has ki fajtën dunjas në ahiret. Qka të intereson ty? A thu sa i ka blej që të këpusa filoni. Qka të intereson sa i ka blej, Allah? Me bo me dit, a fitoj sevap? Jo s'fitoj sevap, Allah. Me bo me dit, a ti blen dikush tjera në gjajshme se ti që kësë më blen. Pa le, Allah, këtë punë. A përshë s'ki dobi as dunjas në heret. Ka erë dikush e këqyrë në televizion të shka pëtën, hani këqyrë, a ka dobi në te? Për shamu, dobi fetare, dobi shkencore, dobi edukative, dobi informative, informosh shka të... A ka? Jo, Allah, që me hu vakt. Ti ki që me hu bala, Allah, se me hu vakt. Andaj, mos këqyrë ato shka nuk të përket. Qa të intereson ty? Ku shku filone, që ka po filone, që ka thonë filone. A të interesant të qka ju, ose më interesant. Le e kretë atë punë. Ose me shikun të qka tjetër, që ka së të përket ty. Me në gjua që ka nuk të përket ty. Dy njerëz të folë, më dhe të me zgatë vëshën që ka në të thonë ata. A fitan të qka me më ditë? Jo, kur që vëllas fitave, që po më interesant. Le vëllas që të interesant ty, sësen të interesant ty, su një den skajt, kur? Andaj të folirit tonë, të dëgjuarit tonë, të pamërit tonë, të menduarit, këta njerëzit mendojnë do mendime, shkojnë largë, i shkojnë koha të menu të sene, do më honë që absolutisht nuk i përket ati me menu ati apëtë. Së është punë e tina apëtë. Do njerëz përshamë menojnë, do qërë që i takujnë Allahut Azza wa Jall. Së është punë e jojtë e kjo. Ka do gjëra që i takujnë Allahut Azza wa Jall, furnizimi njerëzve, shërimi, ndihma, përkrahja, do qërë, sa kjo punë e jojtë. Kjo punë e Allahut Azza wa Jall. Ose më morë me disa probleme të saktuara që janë në botë. Apo, ato e probleme, nëse ki mundësi me ndihmoj, po s'ki mundësi me ndihmu, që ka ki morë ti ma të punë? Me komentu, me analizu, e pse kjo boni kështot, e pse kjo shkoj kështot, e pse këta pëvëron kështot, e pse këta përboj kështot, a është punë e jotja kjo? Jo. A mush me një muti? Jo. A jeti në analist në ndërkombëtar botnor që jap në analizë që ta shojnë harin haku? Jo. Ma miru e gjuhën të ndë. Ka ndodhur një konflikt mes ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Problem ndodh mes njerëzve. Edhe një nga udhëheqës zullumçar e ka pyet një prej dietarëve. Çka thosh ti në këtë konflikt? Kush e ka pas më mirë? Pa çka të intereson ti kush e ka pas më mirë Allah? Jo, po kush e ka pas më mirë? Ka thonë, ajo është një konflikt që Allahu na i ka ruajtur durrt për atë gjaku. Kam dëshirë na ruajtë edhe gjuhën. Alhamdulillah, shumë përzi me dur, zumë përzis me gjuhë. Ka do probleme në botë muslimanë do të lashe që me dur si na përzi, alhamdulillah, po me gjuhë përzihem. E mos u përzi, pse merë gjunajnë e diçkave që nuk të përket, nuk është punë e jotja. Ose mu përzi në çështjet e dietarëve, apo kush e ka mirë, kush e ka keq, kush e ka qellu. Gjitha këto neve nuk na përkasin, për shkak se nuk na bëjnë dobi. Prandaj besimtari duhet që të munduhet të shfrytëzon kunet i maksimalisht në atë që i përket. E thash, ajo që i përket është ajo që i sjell dobi në dunja ose në ahiret. Në dunja fiton Allah, fiton dituri, fiton ndonjë informat, fiton pasuni, rrezik, po më përket, mu interesu që të, përket me pyet që të, përket me punu që të, për shkak se unë fitoj. A fiton këtë po fitoj, ani merrem me këtë punë. Ose më përket me mua me këtë punë se kam sevap tek Allahu xhallahu ala. Ka problem? Atëherë merrem me këtë punë. E pa nuk të përket kjo çështje, nuk i takon punës tonë, nuk i takon angazhimit tonë, nuk i për ta është problem tek Zoti xhallahu ala, nuk i fitim këtë dunja, mos e merr me ta, largohu prej saj. Andaj dietarët e njohur sikur Imam Nevawi rahimullah ka thonë, kush do që çfarë rregulli i madh jetësor ky. Kush do që mirret me atë që nuk i përket, i ik mundësia që të mirët me atë që i përket. Kjo rregull merr në jetën tonë. Jeta jonë është vallahi shumë e shkurt. Pra e duhet maksimalisht ta shfrytëzojmë që të fitojmë sa më tepër, ose në këtë botë ose në botën tjetër. Ne s'kemi kohë për të humbë këto për të marrë me punë të njerëzve, me hallat e tyre nëse s'ka mundësi më ndihmu. Prandaj besimtari i përket ta përmirëson vetën e tij, para se të interesohet të përmirëson dikon tjetër.
Apo neve na përket kena problemet tona njëherë. Sikur se e kanë pyet një pediatrë, i kanë thonë, "E çfarë thosh për filonin që i bën çto punë? Çfarë punë atina?" Dhe vallai në haloj kom do të mirë se i kom kry, kur i kry tani inshallah këshir me filon që po bën atë. Apo se unë përket vetë jam një herë, unë vetën tem të kryej, ta bën filoni, Allah i nimoft aty. Në musha më në mua janë gjithë musha s'po flas për ta valla. Sa njerëz ja kryjn punë filon të festikut, t'ja kish bëu kështu të shku, kështu pse më bën kështu, sa më bëj energjit, a më bëj çat energji me shpenzu për vetën e tij, bajegi më të ndreq. A s'kenoj më hub ku për të gjëra. Merru me përmirësimin e vetes tonë, përmirësimin e vetën tonë. Nga se ditën e gjykimit kur del, a kimu pyet për filonin? A vetë Allahu azza xhan, e pse filoni bëj kështu të, Allah s'di ara vetë filonin. Ç'a diun për ta? A kam e pyet Allahu për ta jo? A kam e pyet Allahu azza xhan për muslimanët e Pakistanit, e të Afganistanit, e të Irakut, a kam e pyet Allahu për ta? Jo, do ty s'vet, sa ti s'ki çka i bën? Ata këçëra punën tonë mundo ne lutje me për të Allah me një mua dhe kaq. E dinis përzihen, e pse këtu, e pse po vronë, e pse po bone, ku e muslimanët kanë shuar këta muslimanët. Kush di çka ka atje? Allah di çka bëhet atje. Kush i bën ato, çka bëhet ata? Sa intriga, sa poleme, sa kurthi, sa gjëra e planifikuara dikun tjetër dikush i bën ja çet muslimanëve. Ruaj gurë më mirë. Ruaj gurë më mirë. Nga se nëse s'flet i rahat. Si të falsh, ngarkosh me përgjësi. Prandaj ruaj vetë mos e ngarko me atë që nuk ke mundësi nesër të lirosh nga përgjësia për Allah të mënduar. Për këtë arsye të nderuar, ajo që na ndihmon që tër ato rregulla edukative që i kemi përmendur deri më tani, ti zbatojmë dhe shumë të tjera, ajo që na ndihmon ta përmirësojmë islamin ton, ajo që na ndihmon ta rregullojmë gjendjen tonë të imanit, ajo që na ndihmon ta përmirësojmë zemrën tonë, ajo që na ndihmon ta përmirësojmë gjuhën tonë, syrin tonë, e tëra është në qoftë se arrim ta instalojmë këtë rregull në zemrat tona dhe vetët tona. A më përket? Po, merrem me to. A nuk më përket? A punë jam e ke jo sa punë jote. S'kam vakt më me këtë çështje. Nuk kam vakt. Një njeri e ka dhënë ditë Ejube Saktianin. Ejube Saktiani ka dietar i madh. Edhe kanon anale veç pak se ne kam një farë debati me ty. Ai njëri ignorant, jahil me debatu me këtë dietar të madh. Ato me një debat, unë kam me të kallëzu ty se ti do sana si ki mirë ato. Ai me debatu me ta njëri ignorant, çka më rrosh ai? As din ajet, as din hadith, as din kurrë. Edhe ati si përket më marr me atë punë. Nuk i përket këtij ignorantit të mirët me polemizimin e dietarëve. Edhe këtij dietori zhdim s'ka konsorrime të lifar ignoranti këtu hupi vakt, unë kam ç'a bëj. Ka thonë unë rri me ty me një kusht. Nëse ti e nal dillin, mos me shku as koha, as kur mos me hupën e kur gjë, rri me ty. Ama nuk kam kohë me hu për ty, se kam kohë që në këtë kohë, kam kohë që në këtë kohë. Andaj besimtar duhet që tjetë koprac në kohën e ti, po bujar në pasuri, por koprac në kohë, mos me argju kohën gjithë shka, në veçanërisht në atë që nuk i takon dhe nuk i përket ati. Për kjo është një hadith i artë me të vërtet që dietarët islami ka kushtuar vëmendje të madhe dhe komente të shumta, por që nuk duhet ta zgjas më tepër në këtë rast, por shuzovaros një përkujtim të rastit, me të vërtet që të kujtojmë atë që kemi kaluar deri më tani. Nga se krejt që kemi kaluar deri më tani, ose tëra që do ta marrim në zhantarmën, është e kurzuar me kuptimin e këtij hadithi. Në qoftë se na mirë më atë që na përket, na mësojmë atë që na përket dhe praktikojmë atë që na përket. Por në qoftë se na veprojmë atë që nuk na përket, atëherë këtë na mësojmë atë që na përket, nga se mësojmë diçka e praktikojmë diçka tjetër. Jeta është tash shumë e shkurtë që ta humbim duke marrë me gjëra të kota. Prandaj të mirim me atë që na përket, ta shfrytëzojmë kohën dhe ta përmirësojmë islamin ton dhe veten ton, nga sikurse e ka kushtzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmirësimin e islamit me braktisjen e asaj që nuk të përket. Nuk përmirësohet gjendja jote vallahi përderisa nuk braktis atë që nuk të përket. Nuk mirësh me atë që nuk të përket. Sa është puna jote? Allahu në Zoti xhallahu ala na mundson që ta shfrytëzojmë kohën dhe të veprojmë, të flasim, të dëgjojmë, të besojmë, të mendojmë, tëra që e bën tër trupi dhe qenia jonë,
e tëra të jetë në shërbim të asaj që na përket, dhe të braktisim gjithmonë atë që nuk na përket, qoftë nga të shikuarit, qoftë nga të dëgjuarit, qoftë nga të folurit, qoftë nga shfrytëzimi i kohës, çka do qoftë, apo ti jemi gjithmonë larg asaj që nuk na përket. Nëse këtë bëjmë, atëherë me siguri përmirësohet gjendja jonë, përmirësohet imani jonë, përmirësohet raporti jonë me Allahun xhallahu ala, përmirësohet raporti jonë mes vete e kështu me radhë. Allahu shpëlet për vëmendjen. Dhe në takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.